Ndërgjegjësimi për sëmundjen e tuberkulozës duhet të rritet vazhdimisht nga se kjo sëmundje infektive prek miliona njerëz në mbar botën. Kështu thot pulmologe Vera Leshi, e cila në një intervistë dhënë Top Radios në ditën botërore të tuberkulozit, flet edhe për rastet e hospitalizuara në këtë sëmundje në Spitalin e Gjakovës. Aktualisht prej muajit janar deri me tani janë 4 pacientë vetëm me tuberkulozë që janë aktiv, ndërsa janë të përcjellur nga viti 2024 edhe tjerë që janë me terapi, po nuk llogariten të këtij viti. Pacientat janë vedisu në një masë shumë të madhe, para të edhe kemi rëmje të numrit të rasteve me tuberkulozë. Përderisa është edhe terapia antituberkulare dhe përpunohet kontakti familjare të rreti, sidomos rreti ngushtë. Edhe kjo me siguri na ka qenë në rëmje të rasteve me tuberkulozë. Pulmologe Leshi theksoi rëndësinë e kujdesit dhe trajtimit të hershëm të kësaj sëmundje, duke bërë thirrje për më shumë vëmendje ndaj simptomave. Verifikohet prej mjekut, po në bazë të simptomave pacientin sadopak është orientuese. Sidomos humbja në peshë, një koll e thatë, një periudhë të gjatë, djersitje natën, humbje të oreksit. Me këto simptoma pacienti kur zgjasin më tepër se një muaj paraqitet tek mjeku, specialisti lamisë dhe bëhet një radiografi e mushnive edhe gjitha tjera ekzaminimet e mundshme që janë për tuberkulozë, vendoset diagnoza, falzoti terapi ka, duke marrë parasysh që përpara ka qenë vdekje prurëse, tani është shëruese. Por është ngjitëse sëmundja e tuberkulozit, na tregon doktoresha Leshi. Është mundje ngjitëse. Është mundje ngjitëse, kontakti përhapet përmes spërklave, përmes kollitjes, përmes shtitjes, përmes të folurës në afërsi të dikujt tjetër që nuk ka, sidomos kur të krijohen ato të rëndat kavernat. Ajo shpreh se ndërgjegjësimi dhe trajtimi i duhur janë kyç për parandalimin dhe menaxhimin e tuberkulozit, veçanërisht në komunitetet më të rrezikuara.